Policia e Kosovës vazhdon të jetë institucioni më i besueshëm. Jahjaga nevojitën institucionet për ta parandaluar ekstremizmin dhe terrorizmin në vend. Rënohet ndërtesa e vjetër e shkollës Tevfik Çanga. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në 15 vjetorin e themelimit të policisë ka thënë se institucionet kosovare të sigurisë kanë dëshmuar se janë të afta dhe të përgatitura që të veprojnë kundër grupit të izoluar të njerëzve të manipuluar, të rreshtuar për krah grupeve ekstremiste që përbëjnë kërcënim jo vetëm për shoqërinë e shtetin ton, por edhe më gjerë. Për të parën e vendit, rendi dhe ligji janë prioritet për institucionet e Republikës së Kosovës. Ndërkaq ministri në detyrë i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka thënë se fokusi kryesor i policisë së Kosovës është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, e po ashtu është vlerësuar lart në mbarvajtjen e rendit gjatë ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Në fjalën e tij edhe drejtori Shpend Maxhuni ka thënë se rrugtimi i policisë së Kosovës nuk ka qenë i lehtë, por çdo herë ka shënuar suksese. Në fund të manifestimit për 15 vjetorin e policisë së Kosovës janë shpërndar certifikata dhe medalje, e ndërto edhe 3 medalje për shpëtim jete. Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi ka akuzuar LDK-n, AK-n dhe Nismën se janë bërë bashkë prej inatit të humbjes së zgjedhjeve dhe po tentojnë në mënyrë antikushtetuese të marrin pushtetin. Thaçi ka thënë se pas votimit për kryeparlamentar, PDK do të jetë partia e cila do të mandatohet nga presidentja për formimin e qeverisë dhe në tentimin e parë do të formojë ekzekutivin e ri. Aktualisht PDK ka vetëm 37 deputet, ndërsa partitë tjera kanë 83 deputet. Në seancën e fundit PDK dështoi të kryeparlamentarin, ndërsa bloku LDK-AK Nisma në mënyrë kundërkushtetuese votua Nisa Mustafën për kryetar të kuvendit. Vazhdimi i seancës konstituive pritet të vazhdojë të premten e ardhshme për të parë nëse do të përsëritet skenari i seancës së parë. Lideri i LDK-s Nisa Mustafa ka thënë se nuk do të prishet koalicioni ndërtuar me AK-n e Ramush Haradinajt e Nismën e Fatmir Limajt, pavarësisht mundësive për të shkuar në zgjedhje të reja nacionale. Megjithatë, Mustafa përsëri është marrë me gjykatën kushtetuese, duke i dhënë asaj epitetin e Ajatollahu. Sipas tij, kjo gjykatë mund ta zgjedhë vetë kryeparlamentarin dhe ta shpall veten organ suprem i Kosovës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka bërë thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Kosovës të gjejnë zgjidhje për të ndërtuar institucionet e Republikës në pajtim të plotë me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo ka thënë se pas konstituimit të kuvendit duhet të miratohen ligjet që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe që parandalojnë aktivitetet terroriste në Kosovë. Është shumë e domosdoshme që kuvendi i ri i Kosovës dhe unë besoj se deputetët e zgjedhur me votën e popullit do të gjejnë forcën dhe kurajon që të tejkalojnë shpejt problemet e sotme, të miratojnë ligje që do të parandalojnë aktivitetet ekstremiste e terroriste të qytetarëve tanë kudo qoftë në botë, ka thënë presidentja Jahjaga me rastin 15 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është e gatshme të organizojë zgjedhjet e jashtëzakonshme në vjeshtën e këtij viti, nëse liderët e partive politike dështojnë të krijojnë institucionet e reja, kuvendin dhe qeverinë. Kështu deklaruan përfaqësuesit e KQZ-s, sipas të cilëve mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme është sfiduese, por jo e parealizueshme. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi pranon se organizimi i dy palë zgjedhjeve brenda një kohe të shkurtër është sfidues për këtë institucion, por sipas tij KQZ-ja është në gjendje të tejkalojë sfida të tilla. Oda ekonomike e Kosovës thotë se vakumi institucional që mbizotëron në Kosovë gjithnjë më shumë po reflektohet negativisht në zhvillimet ekonomike në vend, duke kërcënuar me dëme edhe më të mëdha për bizneset dhe qëndrueshmërinë e tregut, nëse ky vakum vazhdon pafund. OEK-u tërheq vëretjen se Kosova nuk e ka komoditetin që të lejojë luftën e pafund politike për pushtet, apo që është edhe më e dëmshme të lejojë që kjo luftë të ndizet edhe ndërmjet pjesëtarëve të komunitetit të biznesit. Oda ekonomike e druan se zhvillimet të tilla negative
negative të implikimeve politike në ekonomi dhe komunitetin e biznesit shkaktojnë dëme të pariparueshme për imazhin e vendit, i cili nga ana tjetër synon të prezantohet si një vend me kushte të favorshme dhe tërheqëse për investimet e jashtme. Oda ekonomike e Kosovës konsideron se ende ka shpresë që ky vit të mos shpallet i humbur ekonomikisht për shkak të zhvillimeve politike, e cila nëse vazhdon me këtë dinamik do ta detyronte Kosovën të paguajë çmim të madh ekonomik. Pavarësisht se jo një samizgjerimi, ULC kërkoi antarësimet e reja për 4 vende aspirante, 3 nga të cilat shqinjetan ballkanik. Malizi me sa duket do të jetë antar i 29 i NATO-s, Bosnia duhet të zgjidhë ngërçin politik, ndërsa Maqedonia është vendi në stagnacion, ku përveç emrit, vendet aleate i kanë kërkuar edhe trajtimin e barabartë të shqiptarëve dhe maqedonasve atje, qëndrim që Shqipëria me gjithë mbështetjen për politikën e dyerve të hapura e ka parë si mekanizmin e duhur të presionit. Si një vend i vlerësuar në samitin e ULC-it për kontributin brenda NATO-s dhe po aq për kontributin e paqes në rajon, Shqipëria kërkoi prezencë më të madhe të aleancës në Ballkan, pavarësisht se kur do të ndodhë procesi i zgjerimit. Këmbgulja e Shqipërisë përmes ministrit të jashtëm Ditmir Bushati ishte vendosja e një marrëdhënieje të strukturuar NATO-Kosovë për të siguruar asaj të njëjtën marrëdhënie si me BE-n. Të gjithë po i kthejnë syt nga shkollat e Fikçanga, e dikush edhe po i fotografon copat e kësaj shkolle që kanë mbetur ende pa u rënuar. Shumica prej tyre, me nostalgji, e kujtojnë si shkollën më të vjetër në Ferizaj, thonë se pushtetarët ka qenë dashtë që këtë objekt ta ruajnë si monumente trashëgimisë kulturore. Zotri, pse e bëre këtë fotografi? E kam bërë 33 vjet punë këtu. E tash nuk jam këtu, tani po më intereson tash veç me marrë fotografi. Pak kujtim, pak nostalgji sa do kudo, pak një mërzi, se e ndikon ajo. Sonë kom qenë në përndema, gjanat e vjetë ata nuk i dëmtojnë, atyre nëvojnë, i forcojnë edhe që të jetë monument historik, më e si shkollë të vjetër të moqme, po. Edhe marro gjitha sen shkollë vjetër me prish. Duhet me rryti shka, se ata njerëzia e moqme vdese, ma monumentet jesit. 68 ku mësu frangjesht që to. Edhe tash? E taj, po më dhimë se ku marrën kom pifshotit Mirasol, borë, shi, dorë, pa po nga kalarë ku mësu këtu 2 vjetë e gjysë për me shku në Francë. E nuk jam shku në Francë, ta na jam shku në Zvicër. E ta ati që qërë që jam njërë, po vjetë shumë kopë kërë pesha. Me regullu, po me regullu ma mire, po. Me rujtësit vjetër? Me rujtësit vjetër, simbolit që jo konë, po qërë e pëshe për preshkan. Simbolin me rujtë. Simboli o ma i ronin në shtetë, historia shashkruun nuk lëshyhet, amo ata e din ma mirë që janë udhësi. Përgjegjësi trashëgimisë kulturore në rajonin e Ferizajt në Gjat Hashani, tha se me rënimin e këtij objekti, komunarët e Ferizajt janë nxituar. Ai tha se ka qenë duke e pritur konfirmimin e Ministrisë së Kulturës që objektin e shkollës të Fikçanga ta fusi në listën e objekteve në mbrojtje. Të thëmë të vërtetën, kjo shkollë ka qenë e propozuar për mbrojtje, mirë po është dashur të pritet për shkak se inspektorët e cilët e vlerësojnë se nëse i plotëson kriteret për të futur në listën për në mbrojtje, është bërë propozime dhe është dashur që të dalë në vendin e ngjarjes, mirë po autoritetet lokale duke e parë në interes për qytetin, kanë marrë një vendim që për mua mendoj që është i nxituar dhe i gabuar. Ndërkaq, kryetari Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se objekti i kësaj shkolle nuk ka pasur mundësi të ruhet, pasi çdo ditë më shumë ka rrezikuar fëmijët dhe personelin. Sfarqa tha se për në oborrin e shkollës të Fikçanga, Drejtoria e Arsimit ka parapar investime të tjera. Kemi marrë një vendim jo të lehtë për ne dhe për qytetin e Ferizajt që ta rënojmë shkollën e vjetër të Fikçanga, edhe përkundër asaj që ka pas vlera të rëndësishme muzeale për qytetin e Ferizajt, por që ndoshta do njëherë do të na vijë mundësia që një objekt të ngjashëm me përmosa më të vogla, ndoshta mund ta ndërtojmë dikon, jo vetëm për nostalgjikët që kanë qenë në atë shkollë, po edhe për shkak të kujtimit mirë ndaj njerëzve të cilët e kanë kryer mësimet e para në shkollën fillore të Fikçanga. Me keqardhje, por megjithatë Historiani në Gjat Hashani thot se komuna Ferizajt është e prapambetur sa i përket ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi.
Nuk e cilëson dhe nuk e çmon as sa duhet e trashëgiminë kulturore, duke i porë se trendet botërore janë sidomos në zhvillimin ekonomik, duke u bazuar në trashëgiminë kulturore, e kanë si prioritet, ndërsa këtu në komunën e Ferizajt mendoj se po degradohet fusha e trashëgimit kulturore dhe nuk e ka një përkroja as sa duhet për rëndësinë që ka trashëgimia kulturore e Ferizajt. Edhe kjo shkollë këtu po dëshmon se autoritetet lokale po nxituhen në shkatrimin e pak atyre monumenteve që i përkasin fushës të trashëgimisë kulturore. Në shkollën Tefik Çanga së fundi procesin mësimor e ndiqnin nxënësit e shkollës së muzikës Çesk Zadeja. Ky objekt ishte funksional që nga viti 1923. Restorant Trofta në Drajkos të Shtërpcës është shembull i suksesit në lëmin e biznesit hotelerik më të frekuentuar të rajonit të Ferizajt. Pronari i këtij restoranti, i cili kultivon peshkun sipas të cilit e mban emrin biznesi, thot se vetëm pas 6 viteve punë mezi arriti të përmbush kërkesat lokale për peshk. Po shka më thonë, këto na kena fillu që 6 vite, që 5 vite realisht me kultivimin e peshkut. Ujtë është shumë nivel. Me furnizimin e peshkit, me furnizimin e ushqimit zakonisht furnizohen prej stokut, edhe prej Turqijës. Kultivimi të shku në rregull, i kem vështërsitë e prodhimit, dhe tash se kem qenë pleshin atje nuk kena pas ujtë mjaftueshëm, uji është shumë kvalitet, trofta të shku në nivel, zhvillimi është shumë normal. Me klientelë kena qenë një restorant vogël. Mirë po viti parë është, tash jem viti parë realisht. Ke musafir. Fadili thot se afarizmi ka ecur mirë përkundër sfidave. Ambienti, kushtet atmosferike dhe uji në atë zonë janë faktor shumë të mirë për shumimin e troftës. Kushten nuk na kanë afruar asnjë lloj kushte. Gjitha këto shka po shihen i kena bo me punë dore vetanake, me mjete. Këto janë. Mesazhi im është sa më shumë të kultivohet peshki në këtë rajon. Kushtet janë shumë të mira, uji është kvalitativ. Pashti mesazhi im është që ta vizitojnë troftën, në ta shohin ushqimi i troftës, çfarë kvaliteti i peshkit është, i afrojmë gjitha llojet e ushqimeve. Fadili thot se kosovarët duhet ta vizitojnë atë zonë sepse ka mundësi të shumta rekreacioni gjatë gjithë stineve të vitit. Për më shumë, ushqimi dhe shërbimet hotelerike janë cilësore dhe më të lirat në rajon. Sipas këtij kultivuesi, Kosova ka kërkesa të paplotësuara për peshk, andaj do të ishte mirë që edhe të tjerët të mendojnë të hyjnë në këtë biznes, i cili kërkon përkushtim, por edhe sjell goxha levërdi financiare. Ferizaj ka nisur realizimin e projektit te Pallati i Sporteve. Kështu do të rregullohet ambienti për gjatë lumit në redime që përfshin edhe zonën e Gjelbër. Projekti i Habitatit dhe komunës së Ferizajt, korridoret e Gjelbra, synon që lumi në redime t'i afrohet shumë qendrës së qytetit, për gjatë tij të ndërtohen shtigjet për te bifurkacioni dhe të krijohet një ambient rekreativ mjedisor. Zyrtarët të Habitatit dhe ata të komunës e kishin vlerësuar si shumë të rëndësishëm këtë projekt, nisur nga fakti se ai realizohet brenda zonës urbane. Hapësira përmban edhe objekte të tjera sportive si palestra, stadiumi i ardhshëm dhe fushat e jashtme ndihmëse sportive. Pastaj aty janë 2 shkolla të mesme dhe në afërsi janë edhe objekte kulturore dhe 2 shtëpi të integrimit social. Për këtë edhe gjatë konsultimeve me qytetarë, kjo zonë është përzgjedhur si zona me shumë përparësi për të realizuar një projekt të tillë, i cili do të integrojë shumë elemente mjedisore.